Një grup shoqesh vendosën të përjetësonin momentin e tyre me një fotografi në grup, duke zgjedhur një vend që dukej ideal për sfondin. Megjithatë, ajo që kapën shkoi përtej një kujtimi të zakonshëm. Duke analizuar imazhin më nga afër, shihet një siluet ogurzez në distancë, pjesërisht e fshehur nga errësira. Figura nuk duket njerëzore. Qëndrimi dhe përmasat e saj sugjerojnë diçka tjetër, diçka që vëzhgon nga hijet. Një burr që po peshkonte mbeti i habitur dhe i tmerruar kur vuri re një figurë femërore të çuditshme dhe të frikshme. Pamja e saj ishte e paqartë, por një ndjesi e fortë të tmerrit e mbërtheu menjëherë. Ai qëndroi i ngrirë për disa çaste, duke vështruar çdo lëvizje të figurës. Zemra i rrahu fort ndërsa paniku dhe frika rriteshin. Nuk guxoi të lëvizte ose të largohej, ndërsa figura vazhdonte të qëndronte në vend, duke krijuar një ndjenjë të rëndë frike që nuk do të harrohej lehtë. Çdo moment u duki të iskajshëm dhe misterios. Ndërsa dëgjoi britmat e fqinjes së saj gjatë natës, një grua vendosi të shkonte të kontrollonte, duke regjistruar me kamerën e saj. Kur u shikua videoja, u pa diçka shumë e pazakontë. Një shfaqje e bardhë, duke i sikur po qëndronte mbi çatinë e shtëpisë së fqinjes. Figura qëndronte pa lvizur dhe dukej se e vëzhgonte gjithçka që ndodhte poshtë. Pamja ishte e qartë dhe shqetësuese, duke lënë një ndjesi të fortë frike. Askush nuk dukej ta kishte vënë re, përveç gruas që po regjistronte, dhe çdo detaj i saj duke i jashtëzakonisht i çuditshëm. Një grup njerëzish i dedikohet eksplorimeve urbane në vende jashtëzakonisht të rrezikshme. Një natë, ata morën informacion se brenda një spitali mendor të braktisur po kryhej një ritual satanik, dhe se ishte parë një krijesë të tmerrshme, që supozohet të ishte një demon i rrezikshëm i thirrur gjatë ritualit. Kur mbritën në vend, ata u përballën me një person të çuditshëm që ndodhej në mes të ritualit dhe dukej plotësisht në gjendje transi. Ata u habitën dhe u pyetën se çfarë po ndodhte dhe çfarë ishte ajo gjë. Megjithatë, pas pak kohe, nuk gjetën më asnjë gjurmë të atij personi dhe dukej se edhe demoni ishte zhdukur. E vetmja gjë që kishte mbetur ishte dhoma që po përfshihej nga flakët. Ata patën fat këtë herë, por ajo që bën nuk rekomandohet as pak, sepse kur nuk e di çfarë mund të ndodhë nëse futesh në vendin e gabuar. Një burr që sapo kishte dalë nga palestra, vendosi të xhironte një video ndërsa ecte drejt makinës së tij. Megjithatë, pa dashje, kapoi diçka të papritur. Në regjistrim shfaqet një figurë që duket si një kuntilanak e pezulluar në ajër në mes të oborrit të errët të një shtëpie. Kur burri e vuri re, u tmerrua aq shumë sa ndaloi xhirimin menjëherë. Sipas dëshmisë së tij, kur ktheu syt, figura nuk ishte më aty. Pamja e papritur dhe e çuditshme shkaktoi një ndjesi frike të menjëhershme, duke e lënë të habitur dhe i kujton se sa e paparashikueshme mund të jetë natyra e këtyre shfaqjeve të pazakonta. Një burr që po xhironte një video për TikTok në terracën e shtëpisë, mbeti i habitur dhe i tmerruar kur pa një shfaqje të çuditshme. Një pokong u shfaq papritmas pas tij, duke kërcyer. Figura e tij transparente dhe pothuajse padukshme u zhduk në pak çaste. Një grua përjetoi në intimitetin e dhomës së saj, një fenomen që e bëri të dyshonte në natyrën e pandërgjeshme të objekteve të përditshme. Koka e manekinit që e ruante si aksesor dekorativ, filloi të shfaq lëvizje autonome, duke sfiduar çdo shpjegim racional. Pa paralajmërim, fytyra artificiale u kthye ngadalë duke e fokusuar drejt për drejt tek ajo, sikur papritmas kishte zhvilluar vetdije dhe kuriozitet për pronaren e saj njerëzore.
Por aktiviteti paranormal nuk u ndal me këtë demonstrim shqetësues të animacionit mbi natyror. Manekini nisi të lëviz lehtë krahët dhe supet, si të dëshironte të ndërvepronte në një mënyrë që sfidonte logjikën. Ajo ndjeu një dridhje të ftohtë që i kalonte përgjatë shpinës dhe një ndjesi sikur diçka e padukshme po e vëzhgonte çdo lëvizje të saj. Kamera e sigurisë së dhomës regjistronte çdo detaj, duke lënë dëshmi të qartë të këtij fenomeni të paqartë, ndërsa ajo përpiqej të qëndronte e qetë, ndonse frika po e përpinte brenda. Çdo lëvizje e manekinit, sado e vogël, dukej e vetëdijshme dhe e qëllimshme, duke i lënë mendjen e saj të trazuar dhe të mbushur me pyetje pa përgjigje. Ignoranca është lumturi, dhe ndonjëherë është më mirë që disa gjëra të mbeten të padukshme për syrin njerëzor. Kjo video u publikua në subredditin e naruesit Chills nga përdoruesja Miss Tittle dhe u filmua në hotelin e përhumbur Queen në San Francisco, fillimisht i postuar në YouTube në mars të vitit 2020. Tren shtruan se prej vitesh ka dëgjuar histori rrëqethëse dhe ka parë video hetimesh paranormale, gjë që e ka bërë më të vetëdijshme për rrethinën e saj. Hoteli Queen ka një histori të errët. I vendosur në Sutter Street, fillimisht u ndërtua si një internat për vajza dhe thuhet se përhumbet nga ish-drejtoresha Mary Lake. Zyra e saj, dhoma 410, konsiderohet më e përhumbura në të gjithë ndërtesën. Ajo që ngarkoi videon rezervoi pikërisht këtë dhomë për natën dhe për t'u përgatitur bleu një kamerë termike FLIR për iPhone-in e saj. Ajo thekson se hoteli ishte i bukur dhe nuk ndjeu asgjë shqetësuese derisa përdori kamerën termike në dhomën 410. Ajo e testoi pajisjen mbi bashkëshortin, prizat elektrike dhe tubat e ujit. Kur hyri në banjë dhe drejtoi kamerën drejt perdes gjysmë të mbyllur të dushit, ajo pa një figurë pranë saj që dukej sikur doli nga pas perdes. Në pamje shihet reflektimi i saj termik dhe pranë tij një tjetër figurë me madhësi të plot. Mund të ishte vetë Mary Lake. Më vonë, duke parë fotot e dhomës, ajo zbuloi edhe një fytyrë të frikshme në tapet. Ky video nuk lidhet me fenomenet mbinatyrore, por kjo nuk e bën më pak shqetësues. Videoja u xhirua nga një vajzë pasi u zgjua një mëngjes dhe vuri re se dikush po e vëzhgonte me sy të ngulur përmes dritares së dhomës së saj. E trembur, ajo nxori shpejt telefonin për të regjistruar atë që po ndodhte. Pyetja që lind është: cilat ishin qëllimet e këtij burri? Si arriti të hynte? E trembur, ajo menjëherë telefonoi policinë, e cila pasi mbërriti, kontrolloi të gjithë shtëpinë, por nuk gjeti asgjë. Vajza tha se policia po kërkonte këtë burr në të gjithë qytetin, por askush nuk dinte kush ishte. Në fund, ai kurrë nuk u gjet. Vetëm ideja për qëllimet e këtij personi shkakton një ndjesi frike dhe pasigurie. Pamja e tij përmes dritares, e heshtur dhe e ngulur, mbetet e qartë në mendjen e vajzës. Çdo detaj, nga mënyra si qëndronte te mënyra si e shikonte, duket i rrezikshëm dhe i frikshëm. Videoja u shpërnda online, duke shkaktuar reagime të ndryshme, por ndjenja e pasigurisë dhe tronditjes mbeti e pranishme tek çdo shikues. Ideja që dikush mund të vëzhgojë pa u kuptuar është mjaft shqetësuese. Në qershor të vitit 2025, përdoruesja e TikTok Sorita T86 postoi një video që menjëherë shqetësoi mijëra shikues. Teksti i vendosur mbi videon ishte i koduar dhe i tmerrshëm, duke paralajmëruar se njerëzit kishin frikë nga ajo që ishte kapur në imazhe dhe se ajo vetë nuk mund të qëndronte më në shtëpi. Historia e sfondit është e shkurtër, por shqetësuese. Ajo u dërgua nga një agent imobiliar për të pastruar shtëpinë pasi banorët e fundit u zhvendosën papritur. Sipas saj, agenti përmendi që këto ngjarje vazhdonin të ndodhnin dhe ndoshta nuk priste që ajo vetë së shpejti do ta kuptonte. Kjo shtëpi është pastruar shumë herë sepse i thyen kontratat banorëve dhe çdo përpjekje për të jetuar aty duket e dështuar që në fillim. Pak pasi fillon videoja, një derë hapet misteriozisht vetë, edhe pse kjo mund të atribuohet vetëm erës ose qarnave të këqija. Ngjarjet që pasojnë sugjerojnë se diçka shumë më e errët mund të ndodhë, sepse njerëzit thjesht nuk mund të qëndrojnë aty. Sorita ndez dritën ngadalë dhe fillon të tregojë brendësinë e shtëpisë, duke thënë se disa familje tashmë janë larguar. Zëra të çuditshme mbushin shtëpinë, hapa, trokitje, zëra që është e vështirë të identifikohen dhe që nuk duken se kanë një burim të dukshëm, duke rritur ndjesinë e pasigurimit dhe tensionit.
Pastaj vjen momenti që ka lënë shikuesit thellësisht të shqetësuar, një zhurmë nga një zonë e caktuar, dhe ajo që shumë e quajnë njeri hije, shfaqet, duke u dukur pas një kornize dere. Është e hollë, por e pakundërshtueshme. 20 sekonda më vonë, një derë tjetër hapet krejtësisht vetë. Numri i konsiderueshëm i ngjarjeve të pazakonta brenda një videoje është i dukshëm dhe kontribon në intensitetin e saj. Ajo nuk mbështetet në një frikë të vetme, por ndërton një atmosferë të shqetësuar plot detaje të shumta të çuditshme. Disa skeptik kanë sugjeruar se lëvizjet e dyerve mund të jenë manipuluar me fije peshkimi ose ajër tërheqës, por shfaqja e figurës së hijes ka shkaktuar debat të vërtetë. Mund të jetë një efekt vizual i zgjuar, por konsistenca e dritës dhe hijeve e bën të duket më organike. E vërtet apo jo, historia e ciklit të banorëve që ikin, paralajmërimi i tmerrshëm dhe atmosfera e kapur në video shtojnë një shtresë autenticiteti që është e vështirë për ta hequr. Për tani, mbetet të presim një përditësim nga Sorita të 86. Deri atëherë, misteri i kësaj shtëpie vazhdon të ndjek internetin, duke lënë shikuesit të pyesin se çfarë forcash mund të banojnë në një vend kaq shqetësues dhe dukshëm i mallkuar. Një transmetues nate përjeton një nga momentet më të çuditshme të karrierës së tij, kur kupton se nuk është vetëm në parkun ku po bën transmetimin live. Kamerat e tij kapin një krijesë të vogël me promasa humanoide, që lëviz me një shkaftësi mbinatyrore brenda zgavrës së një peme shekullore. Entiteti i vogël duket se është plotësisht i vetëdijshëm se po vëzhgohet, duke krijuar një ndjenjë të thellë shqetësimi dhe frike tek shikuesit. Një burr që punonte në fushë gjatë natës hyn në panik kur sheh një figurë të bardhë përpara tij. Ai vëzhgon me kujdes çdo detaj të çuditshëm. Trupi i tij dridhet dhe ai fillon të tërhiqet hap pas hapi. Figura, e cila duket si një poçong, qëndron e palëvizshme përballë burrit, duke krijuar një ndjesi tmerri të papërshkrueshme. Ai është i bindur se nuk ka të bëjë me një person të vërtet dhe paniku i tij rritet. Çdo lëvizje e figurës dhe heshtja e saj misterioze e bëjnë burrin të dridhet dhe të vazhdojë të tërhiqet, duke ndjerë një frikë të thellë, ndërsa përpiqet të ruajë qetësinë, ndërsa përballet me këtë pamje të pazakontë dhe të frikshme. Do ta nisim këtë renditje me një video mjaft të zymt. Ngjarja ka ndodhur në Meksik dhe është publikuar nga një faqe e quajtur La Otra Dimension. Në video shihet një burr që vendosi të vizitonte një varrez, ku sipas tij përjetoi një përpallje tepër të frikshme. Le ta dëgjojmë rrëfimin e tij, por mbi të gjitha ta shohim me vëmendje pamjen. Një figurë spektrale që duket si një fëmijë, shfaqet e ulur ndërsa lëshon disa tinguj të zgjatur dhe të trishtueshëm. Atmosfera është e rëndë dhe plot tension. Ndërsa burri afrohet me kujdes, figura ngrihet në këmbë dhe duket sikur rritet në mënyrë të pazakontë, duke e bërë pamjen edhe më tronditse. Kjo e shtyn burrin të largohet me shpejtësi nga vendi. Ai pati vërtet fat, sepse imagjino sikur pasi të kishte vrapuar, ta kishte parë sërish atë figurë menjëherë pas shpine.
Një burrë dhe miku i tij nuk e imagjinonin se do të shihnin dhe regjistronin një shfaqje kaq të frikshme, kur vendosën të fillonin të eksperimentonin duke instaluar një kamerë CCTV përpara shtëpisë së tyre, pasi shpesh dëgjonin zëra të çuditshëm atje. Në mes të errësirës, dukej sikur kishte një figurë ulur si një person. U regjistrua me shumë qartësi një shfaqje e një figure të veshur me të bardha me sy që shkëlqenin, ulur jo shumë larg shtëpisë së burrit. Ata që e panë këtë shfaqje nga monitori u tmerruan nga qartësia dhe natyrshmëria e saj. Pamja e saj e frikshme shkaktoi panik dhe ndjenja të thella ankthi tek të pranishmit, duke lënë gjithashtu pyetje për natyrën e kësaj dukurie paranormale. Çdo lëvizje e saj dhe heshtja e natës rritën tensionin dhe tmerrin e momentit, duke e bërë eksperiencën të duket si një ndodhije pa dëgjuar dhe pothuajse reale, si të ishte një shfaqje që ekziston përtej ligjshmërisë së zakonshme të natyrës. Nanas itu apakah ada hewan di atas besutan ya? Bukan. Disa persona po punonin natën për të përgatitur një ceremoni tradicionale të CD Kabomi. Një prej tyre vendosi të regjistrojë me kamerën dhe kur u shikua videoja, u dallua diçka e pazakontë. Në sfond, shumë larg nga fqinjet që ishin të zënë duke punuar, qëndronte një figurë e veshur me të bardha, me flokë të gjatë dhe të shpërndar. Figura ishte e palëvizur dhe dukej se i vëzhgonte lëvizjet e të tjerëve pa asnjë reagim. Ata që punonin dhe madje edhe personi që po regjistronte nuk dukeshin se e kishin vënë re. Prania e saj krijonte një ndjesi frike dhe misteri. Çdo detaj, që nga gjatësia e saj dhe qetësia e lëvizjeve, i bëri pamjet edhe më të frikshme dhe mbreslënse. Videoja tregon qartë kontrastin mes aktivitetit normal të fqinjve dhe heshtjes shqetësuese të figurës së bardhë, duke lënë një ndjenjë të fortë pas shikimit. Një llogari në TikTok publikoi videon e asaj që mund të konsiderohet se ishte seanca më e frikshme dhe më e rrezikshme spiritiste që është parë ndonjëherë. Ngjarja ndodhi në Brazil, ku një grup njerëzish të përkushtuar ndaj paranormales përpiqeshin të ndihmonin një grua e cila po torturohej nga një shfaqje fantazmike. Ata kishin përvojë dhe ishin ekspert në trajtimin e fenomeneve të pazakonta, por as ata nuk mund të parashikonin intensitetin e tmerrit që do të përjetonin. Ndërsa përpiqeshin të kontaktonin shpirtin dhe të qetësonin energjinë e keqe, gjërat u përkeqësuan papritmas dhe aktiviteti paranormal u bë shumë më i fuqishëm dhe i frikshëm. Drita u fik, objekte u lëvizën vetë dhe zërat e çuditshëm mbushën dhomën. Pamjet e regjistruara tregojnë frikën dhe panikun e të gjithë atyre që ishin të pranishëm, duke i bërë ata të kuptojnë se ndonjëherë forcat e padukshme mund të jenë më të fuqishme se çdo ekspert. Kjo video u bë virale, lënë shikuesit me një ndjenjë të thellë frike dhe kurioziteti mbi atë çfarë ndodhi në të vërtetë. Në vitin 1973, një spital psikiatrik u ndërtua për njerëz me probleme të rënda mendore, duke ofruar trajtime që ishin të ashpra për standardet e kohës. Pas shumë vitesh funksionimi, spitali u mbyll në vitet 90 për shkak të thashëthemeve se disa pacient kishin vdekur pa një arsye të drejtë brenda mureve të tij. Sot, vendi është krejtësisht i braktisur dhe banorët e zonës e konsiderojnë atë të mallkuar dhe të mbushur me energji të errët. Disa prej tyre raportojnë se kanë parë shfaqje fantazmash, sidomos në zonën e njohur si Zona Roz, një pjesë e spitalit në katin e dytë ku ishin të strehuar fëmijët me probleme shumë të rënda mendore. Një influencer e njohur, Natalia, vendosi të hynte brenda së bashku me disa persona të tjerë dhe nuk kaloi shumë kohë derisa gjërat e çuditshme filluan të ndodhnin. Një zhurmë fort tronditi të gjithë grupin, duke shkaktuar frikë dhe panik të menjëhershëm. Papritmas, 3 fëmijë u pan duke e vëzhguar grupin përmes dritareve të katit të dytë, pikërisht në vendin ku fëmijët ishin mbajtur kur spitali ishte në funksion. Pamja e tyre ishte e çuditshme, e heshtur dhe shfaqja e tyre dukej sikur dilte nga një dimension tjetër. Pyetja që lind menjëherë është nëse këta janë fantazmat e fëmijëve që humbën jetën aty, të detyruar të mbeten të lidhur me vendin që dikur ishte shtëpia e tyre.
Të gjithë ndjen një kombinim të frikës, trishtimit dhe kureshtjes së fortë, ndërsa momenti u regjistrua dhe dokumentua përmes kamerave të tyre. Çdo tingull, çdo lëvizje e vogël, dukeshin të egzageruara, sikur vetë spitali po reagonte ndaj pranisë së tyre. Natalia dhe shokët e saj ndjen një prani të padukshme, duke i mbajtur të tensionuar dhe duke i detyruar të reflektonin mbi historinë e dhimbshme të vendit. Pamjet e fëmijëve të heshtur, duke i vëzhguar nga dritaret, mbetën të paharueshme dhe u shndërruan në një mister që të gjithë përpiqen të kuptojnë. Një youtubere me emrin A. Marie thot se është përballur me fantazmën e një vajze të vogël në korridoret e një hoteli të përhumbur në Oregon. Ky video shqetësues, i regjistruar vonë gjatë natës, shërben si prova e saj paranormale. Teksa eksploron hotelin, kamera kap lëvizje të çuditshme hijes që duken sikur lëvizin në mënyrë të pavarur. Në fillim, mund të mendohej se ishte thjesht reflektimi i saj në dritare, por shumë shikues vërejnë se këndet nuk përputhen dhe se hija duket se ka një burim tjetër. Marie kthehet dhe arrin të kap një dritë të bardhë misterioze që lëviz nëpër korridor. Disa besojnë se është një vajzë fantazme veshur me fustan, ndërsa të tjerë sugjerojnë se mund të jetë një reflektim i lenteve nga dritat e forta të tavanit. Megjithatë, pjesa më e frikshme vjen më pas. Kur ajo kthehet në korridorin ku u pa për herë të fundit figura, një zë i frikshëm EVP dëgjohet qartë, duke shqiptuar shkronjën B, sikur t'i thoshte të largohej. Duket sikur vajza legjendare fantazm nuk dëshiron të ndiqet nga gjuetar fantazmash. Duke parë një shfaqje të çuditshme dhe misterioze, kjo grua nga Malajzia vendosi ta regjistrojë menjëherë me kamerën e saj. Ajo donte të dokumentonte atë që po ndodhte para syve të saj, një fenomen që duket i pazakontë dhe i frikshëm. Nga pamja e videos, shihet se disa figura misterioze të veshura me të bardha qëndrojnë të rreshtuara duke formuar një rreth. Figurat nuk lëvizin dhe kjo i bën ato të duken të pazakonta dhe të tmerrshme. Ajo që e bën gjithçka më të habitshme është fakti se personi që po filmon nuk ka asnjë ide se çfarë janë këto figura. Disa mund të mendojnë se është një shfaqje e vërtet paranormale, të tjerët mund të supozojnë se janë njerëz që kryen një ritual të çuditshëm, dhe disa mund të mendojnë se mund të jenë vetëm statuja të vendosura me kujdes. Pavarësisht shpjegimeve, videoja lë një ndjenjë frike dhe kurioziteti, duke i bërë shikuesit të pyesin për natyrën e këtyre figurave dhe qëllimin e tyre. Atmosfera e krijuar, qetësia e tyre dhe formimi i rrethit shtojnë misterin, duke e bërë të gjithë ngjarjen të duket si diçka që nuk mund të shpjegohet lehtë. Hoteli historik Jefferson është i njohur si një pikë e nxehtë për aktivitet paranormal. Ata madje kanë një kanal të tërë në YouTube për të dokumentuar këtë ngjarje. Kjo është një tjetër pamje e kapur nga kamerat e tyre. Fillimisht, tingulli dëgjohet si një murmuritje e paqartë, por më pas pason diçka shumë më e qartë, një fishkëllim. Së fundi, dëgjohet një e qeshur jashtëzakonisht rrëqethëse. Fishkëllima kapet sërish, shumë lehtë. A është kjo thjesht një shaka nga dikush? Edhe pse të gjitha tingujt mund të kenë një shpjegim njerëzor, shumë do të besonin se bëhet fjalë për një frymë.